Akademia Toksore Ushtarake e Armatës Popullore të Jugosllavisë në Zagreb është institucion i lartë mësimor shkencor dhe një nga akademitë e njohura jo vetëm në vendin tonë, por edhe në botën e jashtme. Akademia e Zagrebit përgatit ekspert ushtarak të shkallës së parë, të dytë edhe të tretë, që do të thotë se këtu ekzistojnë edhe studime postdiplomike, por në përgjithësi studiohen shkenca teknike. Këtu gjenden kadet nga të gjitha anët e mbar Jugosllavisë, nga të gjithë kombet dhe kombësitë. Këtu zhvillohet vëllazërimi dhe bashkimi, gjithashtu edhe vetdia humane e njeriut bashkëkor të shekullit 20. Këtu punon edhe Ramiz Abduli, përndryshe magjistër i shkencave teknike. Ju lutem shok Ramiz, a mund të na thoni si keni arritur ju deri këtu që sot jeni profesor akademik i Akademisë Ushtarake në Zagreb? Është rrugë e gjatë, megjithëse me disa fjalë besoj që mund të shpjegoj. Unë si 16 vjeçar kam shku gjatë luftës ka fundi 44-shit. Duhet të them atë se jam i caktuar prej komitetit Krahinur, se disa skojiste edhe antarët partisë kanë pas me shku që të vinë në Beograd, ku është formuar akademia e parë ushtarake e Jugosllavisë së re. Unë kam marrë si 16 vjeçar atëherë si skojist, kam kryer akademinë, klasën e parë të Akademisë Ushtarake. Mësandej kam punuar si oficer i artillerisë, në një konkurs kam fituar që të shkoj në studime. Kam kryer maqinerinë dhe kur është formuar kjo shkollë këtu, unë kam punuar në komisionin që ka organizuar këtë shkollë, edhe mësandej kam qenë asistent në gjatë një periudhe 4 vjeçare në katedrën e automatizimit. Edhe para 3 vjet jam zgjedhur për docent të landeve elementeve të automatike, një si e quajmë në shkollë, edhe të landës sistemat elektrohidraulik. Kam pas rast që të shkoj disa herë jashtë në disa specializime. Kam kryer magjistraturën këtu, para 2 vjet kam qenë specializim në një fakultet teknik në Göteborg në Svedi, ku kam përgatitur punën e magjisterit, edhe e kam mbrojtur këtu. Tash jam të përgatitur doktoratin, besoj të brenda 1 deri 2 vjet që do të kryej atje, megjithëse kam mjaft obligime tjera. Po, mund të theni edhe se perspektivën e Akademisë Ushtarake të Zagrebit, se kjo është një nga akademitë të njohura edhe në botën e jashtme dhe në vendin tonë. Po, mund të them që shkolla jonë është mjaft e re, megjithëse shpesh herë nëse është rënë, do të thonë që nuk ka edhe eksperiencë edhe suksese të mëdha. Ndoshta nuk kishte qenë shumë modest me thënë se në disa pikpamje kemi arritur edhe kemi kaluar disa fakultete që kemi jo vetëm në brenda shtetit, po ndoshta edhe këtu brenda qytetit ku jemi të ekzistuar këtu në Zagreb. Tu ka të ri edhe shqiptarë nga Kosova, ndoshta edhe vende të tjera. Mund të na theni edhe atë se sa janë të interesuar, për shembull, shqiptarët nga Kosova për këtë degë? Unë mund të them që ndoshta nuk po lajmërohen djaloshat kombësisë shqiptare aq sa duhet ishte dashur të lajmërohen. Ndoshta është puna jo vetëm e një informimit që nuk është komplet, po ndoshta edhe në disa arsyeve tjera. Besoj që kësaj shkollës nuk ka nevojë të jepet kurfar reklame ose propagande, por më tepër duhet të jepet një informim objektiv, të dinë djaloshat që kjo është me vërtet një fakultet, ndoshta jo fakultet, po edhe një universitet teknik ushtarak, se në barazim me fakultete tjera, ndoshta shpesh herë djaloshat ato nuk po marrin vesh nga emri i shkollës, se po i përzinë besojnë që është ndonjë shkollë që s'ju jep ndoshta atë që jep çdo perspektivë dhe fakultet, po mund të them që na jemi të jetuar dhe të punuar përmbi në bazë të gjithë ligjeve që i kemi, sikurse çdo shkollë na po i zgjedhim mësimdhënës ligjërues, sikurse në çdo fakultet tjetër, edhe na kemi atë këshillën e ligjëruesve, si thonë shqip, më falni se unë në Shqipën nuk jam aq i mirë, se jam të jetu gjatë në këtë vend. Mësandej kemi gjithat organe sikurse çdo fakultet tjetër. Perspektiva e atyre njerëzve që e kryejnë këtë shkollë është mjaft e madhe në armat. Ata fillojnë me disa
punë që ju duken jo aq që si janë punë të inxhinierit. Megjithëse në një zhvillim të këtejshëm edhe në teknike moderne që është ardhur në armatën tonë çdo ditë, perspektiva e atyre inxhinierave ushtarak të diplomuar është mjaft e madhe mbas mendimit tim. Këtu gjendet edhe shoku nën kolonel Sofranović Milivoj. Ju lutem shok Sofranović, a mund të na thoni për se si janë nxënësit, si janë studentët e Akademisë Ushtarake, mendimin tuaj konkret? Iako ne razumem albanski, ipak mogu da kažem nekoliko riječi, toliko razumijem. Kao odgovor na ovo pitanje, ako su u pitanju naši pitomci, mislim da možemo samo da kažemo pozitivno o njima. Naime, oni se prema poslu odnose odgovorno i nastoje da ovu školu završe u roku. Treba naglasiti da je sistem škole, to jest godina za godinu, veoma težak, da od pitomaca zahteva izrazite napore i da će, nadamo se, u potpunosti odgovoriti svom zadatku. Quhem Sadik Sutaj, jam nga komuna e Deçanit, përndryshe student i vitit parë pranë Akademisë Ushtarake të Zagrebit. Me thonë të vërtetën, këtu shqiptar jemi krejt gjithsejt 5. Kjo si fakultet është një ndër akademit më të vështira, mund të themi me një fjalë, që ekzistojnë në Jugosllavi. Unë këtu kam ardhur sepse kam qenë i lidhur nëpërmes të bursit. Mirë po, edhe pse në fillim mu duk shumë vështirë, sepse gjuhën, se kam kalu prej një ambienti ku gjithmonë kam folë në gjuhën shqipe dhe tani serbisht po më vjen pak si vështirë. Mirë po, në fillim me të vërtet shumë vështirë, mirë po prapë se prapë po vjen të përmirësu. Tani gjërat po më duken ma të qarta e ma mirë po kuptoj. Këtu, çdo shqiptar i cili vjen këtu, mund të edhe mund ta këshilloj prej qitashit që ka ndërmend të mësy më arë këtu, që në fillim kam ju duk vështirë. Ndoshta edhe do ta lëshoj në fillim. Mirë po, nëse ka një përkrahje dhe ai qëndroj barem spaku 3 muaj, ai ma vonë kishte me korë sukses. Sepse gjuha është një pengesë e madhe, them për ata të cilët nuk e zotnojnë. Pitomac razvodnik Zeka Milahudin, inače iz Peći. Ovdje sam student 3. godine Visoke tehničke škole na saobraćajnom smeru. Čisto što se tiče mog dolaska na akademiji, materijalna strana ipak ne bi bila primarna. Mogu reći da je dolazak na akademiji uslovila moja izrazita želja da budem ovde. Pitomac vodnik 1. klase Petuševski Sotir. Roden su u Kumanovu, student na 4. godina saobraćajni smer. Što se odnesao za uspeh od kako će go postigne jedan pitomec ovde kaj nas na Visokata tehnička škola, zavisi prije se sami od njega. Kako će se snajdeva početok od njegovata želba i njegovata rešitelnost da uspevo svoj poziv. Pitomac vodnik Malinov Jangel, rodom od Strumica. Motiv što me donese ovde u ova škola beše to da postanem jedan den oficir i diplomirani inženjer mašinstvo. I vo to sigurno deka ke uspijem jedan den. Ja sam na smeru na oružanje i golima mi je čest da jedan den postanem inženjer na balistika. Grintol Miroslav od Ohrid. Jaz ovdje kao akademijata dojdov po moja želba me privlekla dosta oficirski od poziva i titulata diplomiran inženjerna elektronika i zato će gi vložam svi te svoji napori da završam s uspjeh i završam studijite i tako postanem ili oficer na Jugoslovenska narodna armija.
Quam Halim Peci, akademik i ushtrisë toksore teknike në Zagreb, seksionit të autokomunikacionit. Dëshira me shtyri që të vijë në këtë shkollë, ma tepër në fillim për gjona materiale, por ma vonë e pash dhe vetë se ma tepër është dëshira për mësim. Në fillim kum has në pengesa dhe ende kam pengesa në gjuhë, por tani vinë gjithni të përshtatër, të mësue. Ma tepër kam ndihmë prej cimerave, ndërsa edhe vetë sa ma tepër të arritë suksese. Këto është jetë e mirë, mund me thonë në përgjithësi kem kohë për mësim, për sport, muzikë, çdo gjë. Është jeta e kënaqshme. Dhe më në fund të gjithë kadetëve dhe oficerëve, profesorëve të kësaj akademie ju urojmë sukses. ka prarua në arrezet I kalshur, shok të lodhur janë gjumë, e në roje tani gjinde mu. Quhem Milaim Fejziu, lindur në fshatin Vrutok, kurse tani jetoj në qytetin Gostivar. Në ushtri kam vajtur para 3 muaj e gjysmë dhe momentalisht gjindem si ushtar në njësinë e kamësorisë të motorizuar dhe këtu e kaloj kohën e afatit ushtarak. Jam I lumtur pikrisht që gjindem në këtë njësi e cila I vazhdon traditat e brigadës Maqedono-Kosovare, e cila brigadë ka qenë e formuar gjatë luftës nacional shërimtare, pikrisht në 11 nëntor 1943 u formua kjo brigadë e cila ka qenë e përbërë prej luftëtarësh prej të gjitha kombeve dhe kombësive që jetojnë në territorinë e Jugosllavisë, siç janë Maqedon, Shqiptar, Sloven, Serb, Kroat, Malazes dhe të tjerë. Kjo brigadë luajti rol të rëndësishëm gjatë luftës nacional shërimtare dhe I bashkoi të gjitha popujt që jetojnë në këtë territori dhe njëkohësisht u pakzuar edhe si brigadë e vllazërim bashkimit, edhe me plot merit e mbante këtë titull si brigadë e të gjitha kombësive dhe kombeve që jetojnë në territorinë e Jugosllavisë. Uspokojnë e kam në mendime, jo që shëndrim për mu, I e lumtur, I e dashur, se të dua për ty jetoj, zemrën e mbush me gëzime, dhe pa ty nuk mund jetoj, do ta kemi një jetë mësuar, jetë lumtur me plotare, do ta kemi një jetë mësuar, jetë lumtur me plotare. Drugovi vojnici, danas smo završili sa obukom. Voljno! Quhem Kujtim Bitullahu, jam reshter në stazh. Jam për Prishtinës, I lindur jam në Shkup. Kam të kryem shkollën e mesme të elektroteknikës dhe mund t'ju them se ka shumë gjana të përbashkëta me shkollën ushtarake që kam kry, shkollën e oficerëve rezervë, dhe tani gjindem në shërbimin ushtarak ku e shërbej në Shkup. Jam I lumtur që gjimnia ime ushtarake, unë jam tekist, ka lidhshmëri të ngushtë me profesimin tim në jetën civile. Unë edhe në kohën e mateshme do të kem lidhje me profesionin ushtarak, edhe pse nuk jam oficer aktiv, unë do të jem oficer në rezervë dhe
do të kemi gjithmonë një kontakt pa ndarshëm me ushtrinë. E mund t'ju them se jeta ushtarake është një jetë jashtëzakonisht e mirë. Aty shoqënia mundet lidhet shoqëni të ngushtë, vllaznimi dhe bashkimi janë në nivel të gjanë. Sa muj jeni në ushtri? Unë në ushtri jam afër 9 muj, vërtet kjo është muj i 10. Edhe se shpejti nëse duhet të shkoj në shtëpi. Unë në mua do të lënë një pjesë të jetës time që kam lënë në ushtri dhe unë jam shumë i kënaqur me jetën ushtarake. Po përshtypje, kam përshtypje jashtëzakonisht mira. Shoqënia është në nivel të duhur, gjithmonë njëri për tjetrin, apo si është ajo fjala e urtë, të gjithë për njëri për të gjithë. Dhe unë jam jashtëzakonisht i kënaqur me shoqëni. Qerdhën tonë do t'a ngrehim dhe të lumtur do të jem për ne. Unë s'po me kam në mendime, o ju që shëndrit për mu, ti e lumtur, ti e dashur, se të dua për ty jetoj, zemrën time e bush me gëzime, dhe pa ty nuk mund jetoj, do t'a kemi një jetë mësuar, jetë lumtur me plotare, do t'a kemi një jetë mësuar, jetë lumtur me plotare, do t'a kemi një jetë mësuar, jetë lumtur me plotare, do t'a kemi një jetë mësuar, jetë lumtur me plotare.